Kush e kaloi vinë e kuqe në PD? Sali Berisha, thot Saliani. Kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë e kuqe dhe ai është përgjegjës për vetë e tij. Saliani, thot Berisha. Akuzat imagjinare, duke filluar nga Suel Çela, janë një dëshmi e mjerimit politik, veçanërisht kur dihet se shumë kusht tjetër e ka pasur në krah dhe e ka përdorur për interesa të veta. Këtë që di sot Saliani, në fakt, e ka ditur para 4 vitesh, edhe Gazmend Bardhi. Unë nuk flas në telefon me Suel Çelën dhe sot Suel Çela punon për atë që bën tifo ai zotria që drejton televizionin tuaj. Thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka, se ka qenë përpara 2 ditësh, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit që t'ja mbledhi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike Suel Çela. Por sot Bardhi është me Berishën. Me Berishën është edhe Arjan Doja. Aty sipas Salianit duhet të ishte vija e kuqe. Sa më përket mua, unë nuk kam emëruar, as komanduar struktura për të zgjedhur deputet të Partisë Demokratike dikë që në funksionin e prokurorit që duhet të luftoj bandat, gjendet në makinë me tokë, në nënbreshërinë e plumbave, me kriminal ndër më të rrezikshmit. E ka fjalën për ish prokurorin e Durrësit, të shkarkuar nga vetingu, të atentatit në Shkozet, me rrumin e Shiakut, por që më pas doktori e bëri deputet. Ndoshta sepse Saliani nuk i bëri sfidë në Këshill Kombëtar, ndoshta sepse reflektoi, por doktori e shtyu sërish ndëshkimin. Kemi të sinqert me ju, duhet se në këtë drejtim detyrohemi për shkak të situatës emergjente të krijuar një agjendë të parashikuar për sot, ta shtyjmë për një mbledhje tjetër të afërt. Me këtë rast, riformuloi ndëshkimin. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Një gjë është e sigurt, Saliani me përjashtim apo vetë përjashtim, foltore do i vijoj, kurse doktori ka 2 halle tani, t'ja marrë demokratët Salianit apo sheshin lapajt. 3.000 apo 5.000 burra dhe grave djeme që vendosin të zënë sheshin para kryeministit mos e lëshojnë atë gjersa tik. Protesta nis në 22 dhjetor. Nëse zjat 2 ditë, demokratëve do t'u duhet të presin ditëlindjen e Krishtit, poshtë zyrës së Ramës, se për rrëzimin e tij do t'u duhet të presin edhe pak më gjatë.